Çfarë ndodh në janar në palestra? Besoj është një ta dyndje si në shtator pas pushimeve apo para pushimeve? Ka dy dyndje në palestra. Është shtatori, edhe maj përpara plazhit. Pushimeve, patjetër tregojnë linjat. Po, por shikoj që këto të janarit fillojnë edhe bëjnë ca abonime një vjetore dhe as nuk shkojnë më shumë se 2 ditë. Seriozisht? Po, kam vënë që të gjithë njerëzit që bëjnë abonimet vjetore nuk shkojnë palestra. Po pse? Sepse kam dëgjuar plot që thonë se do e bëj abonimin e gjatë që të detyrohem të më vrasë ndërgjegja dhe unë të shkoj, por në fakt nuk ndodh kështu. Është e kundërta. Ata që bëjnë abonime mujore, ato vinë më shpesh nëpër palestra. Ata që bëjnë abonime vjetore nuk vinë shumë rrallë. Kjo është e vërteta e palestrave. Edhe shiko, mendoj që ndonjëherë edhe nuk kanë motivim, sepse nëse ti shikon rezultate që në fillim të vitit, muajit ose ditëve të para të palestrës, palestra ty do të pëlqej. Ti do shkosh me qejf në palestër. Është efekti që ti merr në palestër që të bën ty të shkosh. Dgjoj, me sa kilogram plus vinë mesatarisht njerëzit në palestër pas pushimeve? Nga data 25 pas dhjetorit. Deri në janar mund të kenë shtuar minimalisht 3, 4, 6 varet sa konsumojnë. Seriozisht. Po. Ka metabolizëm që mund të shtoj shumë shpejt, ka edhe nga ato metabolizma që edhe nuk shtojnë, se duhet të flasim edhe për të tjerë që mund të hanë çfarë duan. Unë jam një nga ata që mund të ha çfarë dua dhe nuk shtoj 0 peshë edhe mbase. Po si shpjegohet kjo? Do ma shpjegosh pak, domethënë është me masë muskulare. Duhet dini që muskuli është si një makineri, kërkon energji gjatë gjithë kohës. Është si një 6.3 AMG. Do gjatë gjithë kohës të ketë energji. Në qoftë se ti nuk i jep sasinë e duhur e proteinave, e karbohidrateve, e energjisë, ai do fillojë të humbi. Sa më shumë masë muskulare të keni, aq më shumë do harxhoni, trupi fillon edhe harxhon kalori edhe gjatë gjumit. Kjo është e vërteta, që ti mund zgjohesh gjys kilogram më pak në mëngjes, nëse ti ke një metabolizëm shumë të shpejtë. Nëse pastaj ke metabolizëm të ngadalt, pa diskutim që përkthehet në peshë, edhe e kanë shumë të vështirë të humbasin. Edhe shtojnë edhe shumë shpejt. Por mendoj që metabolizmi ndryshon. Nëse ti fillon të stërvitesh dhe e ke këtë gjë konstante gjatë gjithë kohës, ti do formosh masë muskulare dhe ai muskul do të kërkojë ty që të djegësh më shumë kalori. Kështu që ajo çfarë duhet bëjnë, nëse duan edhe të hanë gjithë gjërat që pëlqejnë njerëzit, fillojnë të shtojnë masë muskulare dhe kjo do i bëjë që mos ta kenë shumë stres atë pjesën e peshës.